Përshëndetje të nderuar miq, ku jemi përsëri së bashku në emisionin Forum Sondash. Kërkoj formalisht ndjes që e fillojmë sot, bëhet një përjashtim një orë me vonesë, por mu desh të isja në festën e abetares së vajzës time. Duke mirë kuptuar ndjesën që ju më lejoni, vazhdojmë emisionin e përditshëm. Sot i referohemi faktit që shqiptarët në mbar rajonin e trazuar të Ballkanit kanë një abetare të përbashkët. Në Tiranë, në Prishtinë, por dhe më gjërë, flitet dhe për njësimin e teksteve dhe arsimin në trojet shqiptare. Një dimension i rëndësishëm është dimensioni kulturor i cili nuk njeh kufi, por pavarësisht të rrezikufit ekzistojnë midis shqiptarëve. Ne sot pyesim në mënyrë provokuese nëse është bërë një hap drejt një bashkimi kombëtar. Pra ka parti politike të cilat janë në Kosovë pak më shumë se modeste, në Shqipëri janë modeste që kërkojnë bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Ndërkohë që ka forca të tjera politike që nuk e konsiderojnë atë. Sot fjalimi i kryeministit shqiptar, pse jo, ishte kurajos nga pikpamja politike dhe sigurisht do të sjellë dhe eko të caktuara nga rajoni. Ai i quajti primitiv ata të cilët shqetësohen nga një zhvillim kulturor i shqiptarëve, duke referuar dhe rastit të Preshevës, në cilën ka pasur disa arrestime, lajmet e fundit që ministri aktual i brendshëm, Zoti Daci, që është dhe drejtuesi i Partisë Socialiste e Partisë Miloševićit, ka folur dhe për një atentat ndaj një poste policie, po në Serbi, në territorin shqiptar. Ndërkohë që shqiptarët vetë kanë problematika pafund. Ndërkohë që shqiptarët në Tiranë nuk po merren dot vesh që më 24 maj ne të marrim statusin e vendit kandidat, pra të marrim konsensusin e Brukselit, Komisionit Evropian për statusin e vendit kandidat. Ndërkohë shqiptarët edhe në Maqedoni kanë problema pa fund në marrëveshjet e tyre. Bile nuk merren vesh aq mirë sa merren me maqedonasit, kur që bashkëqeverisin. Edhe në Kosovë problematikat janë pa fund. Në integrimet europiane ne nuk jemi ndër të parët në rajon, në hapin më përpara se serbët, në hapin më përpara se kroatët. Duke e parë në tërësi problematikën, do ju pyetja, sipas ju, do të kemi një bashkim kombëtar? Përgjigjja është gjithmonë e qytetarëve, cilët i ftoi pas një dallim. Përshëndetje. Alo. Po, urdhëro. Mbrëma zoti Artur. Mbrëma, mendimi juaj. Ju uroj vajzës tuaj. Faleminderit. Unë isha për ju në fakt, me thon drejtën. Dëshironi të argumentoni pse? Secili ka vënë vet. Secili ka vënë vet. Me tërmend ato janë shqiptar, me gjithmonë, po. Pra ju nuk mendoni se do të kemi një bashkim kombëtar? Më mirë secili çu mendoj, me thon drejtën. Okej, ne ju pyesim, ju përgjigjeni. Faleminderit. Faleminderit juve, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër, lutj çdo njëri nga ju, me parti pa parti. Pakica sot kanë lutje të veçantë, pakicat në Shqipëri. Ato që janë, duke filluar pakica greke, pakica maqedonase, pakica montenegrine, të gjitha llojet e pakicave, cilat gëzojnë të drejta dhe standarde në Shqipëri. Përshëndetje. Përshëndetje zoti Nura. Po zonjë, mendimi juaj. Ke kapi temë që vërtet më pëlqen shumë. Do kisha dashur edhe 2 tema tjera ju po ma vonë, mund të them. Po. Unë mendoj që duhet një bashkim kombëtar, do thoni si. Pyetja nuk është duhet. Pyetja mendoni se do të kemi, do të thotë në mënyrë realiste, jo dëshirore. Po, do të kemi. Janë në çfarë mënyre? Për shembull me sa tu që në Kosovë, Maqedoni për shqiptarët, Malqezi, Preshev, Bujanos, në Çamëri, ku ka shqiptar, me bë një, si me thonë, zgjedhja, si thotë... Në fakt, zonjë, unë tolla në vëmendjen tuaj, faktin që ne nuk merremi mirë vesh me njëri tjetër. Mirë. Brenda territoreve administrative politike që kemi. Po jap mendimin tem, zoti Nura. Me bë një referendum. Po, për bashkimin e shqiptarëve. Siç është bashku Gjermania, dhe është shumë e kollajt që mu bë ky referendum dhe gjithë ato toka se janë toka tona. Për mu bë një Shqipëri e madhe me 2-13 milion shqiptarë. Ju e dini zonjë që ka preteza të një Serbie të madhe, ka preteza të një Greqie të madhe. Serbia vetë, pjesa më e madhe të tokave janë shqiptare, çfarë serb? Ato thonë që janë serb, ato thonë është djepi i serbizmës Kosova. Po pse nuk thonë për Kosovën, po thonë për Mitrovicin sepse ka minjera ari. Jo, ata thonë Kosovën, po Mitrovicin bën se ka. Ato po punojnë në veri. Edhe ka dorë me hyn për. Pra ju mendoni se do të kemi bashkim kombëtar? Po patjetër. Po, faleminderit zonjë që ishit në studio. Ju uroj dhe unë gjithë mirat ju.
Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt, duke kujtuar që pyesim në mënyrë racionale, jo dëshirore. A do të kemi ose jo? Përshëndetje. Urdhëroni. Mirëmbrëma zonjë, urdhëro. Dëshira është e madhe. Po. Në radhë të parë unë kam varrin e nënës dhe shumë pjesëtarë, që unë nuk e kam njohur. Por politika që është sot, qoftë në Shqipëri, qoftë në Maqedoni, qoftë në Malinezi, po edhe në Kosovë, është e vështirë. Do vi koha që Shqipëria, mendoj unë, mendimin, do të Pra nuk paskohet. mendoni se do të kemi një bashkim kombëtar për. Por jo shpejt, duhet punë. Drejt. Para duhet merremi vesh me Zvedit, pastaj të merremi vesh me shqiptarët e tjerë, dhe pastaj të bindim që nuk jemi problematik, edhe sigurisht ka rrugë gjatë. Mund t'i qush politika në këta burra që asojnë sot nuk sojnë nesër. Ju falenderoj zonjë, ju uroj çdo të mirë, ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt që të kemi sa më shumë opinione, ne po pyesim nëse do të kemi një bashkim kombëtar. Unë lut çdo njëri nga ju të vinë në studio, lutja shkon në mënyrë veçantë për pakicat. Përshëndetje. Alo. Urdhëro. Unë jam për... Po, ju lutem flisni, pas jush janë 10 të tjerë. Po, unë jam për një bashkim. Jo, nuk po ju pyes nëse ju jeni pro apo kundër, po ju pyes në mënyrë të arsyeshme, do të kemi apo jo, duke ju referuar problematikave që nuk punojnë. Unë them që do të kemi. Që do të kemi. Dëshironi të argumentoni si mund të arrihet një gjë e tillë? Shkurt ju lutem. Po, si ta shpejt. Okej. Unë ju falenderoj që ishit në studio dhe sollët mendimin tuaj të lirë. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër. Lut çdo njëri nga ju pas një dallim. Përshëndetje. Urdhëroni. Brëma. Mirëmbrëma, mendimi juaj. Nuk besoj se do të ketë. Do të ketë pra. Nuk do të ketë. Nuk do të ketë. Dëshironi të argumentoni? Nuk do të ketë për faktin sepse njerëzit kanë memorje shumë të shkurtër. Dhe të kthehen mbrapa 10-15 vjet kur u bë gjithë kjo gjakderdhje në Ballkan, lufta e Ballkanit për çfarë nisën. Nuk të lejon më bota të marrësh një laps edhe një gomë ti tash në dorë, edhe të fillosh dhe të bësh kufit nga e para. Ballkani ka qenë ngelet, është dhe do të ngelet fuqi baruti. Ke pakica kombëtare nga të gjitha ngjyrat. Po siç e kanë bërë hartën të mëdhenj, se nuk e bëm ne vetëm sa e pranuam, kur themi ne ballkanasit, jo vetëm shqiptarët, në të gjitha shtetet janë pakicat. Prandaj po them, nëse unë kam dhe unë më çamë, nëse ngrihet në maja ime, nëse ngrihen Maqedonat, nëse ngrihen bullgarë, nëse ngrihen rumunët, polak, atëherë para që do ta paguan dhe do ishte Maqedonia, vend i ndërtuar pas luftës së dytë botërore. Po, ke Bullgarinë më the tash. Po, që kërkon, po. Je pjesëtar i NATO-s, nuk të lë më njëri. Në fakt Maqedonia këtë po kërkon, sepse i druhet një konflikti të brendshëm dhe po kërkon të hyjë me shpejtësi në NATO, që të garantohet. Ju falenderoj që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. A do të kemi bashkim kombëtar? Tashmë kemi abetare të njësuar. Do të kemi dhe tekstet njësuara, u tha paktën në Tiranë nga dy palët, edhe qeverisja, edhe opozita. Përshëndetje. Përshëndetje Turi. Po, urdhëroni. Unë jam me ato që qevin e ka që të jemi të bashkuar gjithë, po jo vetëm ata, po dhe në vende tjera, por është një ëndër e paralizueshme, edhe mund të realizohet, po tani për tani një herë do vite, me gjithë atë, besoj nuk mund të bashkohet për arsye se si ai paraforci ka shumë probleme. Duan shumë gjëra, shumë. Duhet të kalojë shumë pengesa deri atje. E unë uroj që Kosova të ketë shtetin e pavarur, ketë një shtet të së drejtës, pra të hyrë ajo në rrugën e Bashkimit Evropian, po. Po pra, ato i gëzojmë që të jetojnë të lumtur e të qetë, pa problem. Ju falenderoj zonjë që sollët mendimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër. Lut çdo njërin prej jush të sjell perceptimin e tij nëse do të kemi një bashkim kombëtar ose jo. Ne kemi shqiptar në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, në Maltëzi, në Kroaci ka një komunitet caktuar, në Greqi padyshim. Përshëndetje. Alo. Urdhëroni. Përshëndetje zotëri. Po, mendimi juaj zotëri. Mendimi im është se këmbanat po bien për po.
Dhe këtë borx Europa u ka shqiptarëve dhe është e detyruar t'u kthejë. Dhe këtë e ka me së të qartë. Dhe këto mënyra të bashkimit të trojeve shqiptare do vinë në mënyrë graduale, ashtu sikurse e keni shënuar me titra juve që vjen me bashkimin e abetares, duke tashmë kemi zyrtarisht vitin tjetër shkollor, edhe inshallah shkojnë tek emigrantët në kohën e dur se shkuan me shumë vonesë në vitin që po lëm pas vitin shkollor, kështu që pa probleme nuk janë këto punë, por parimisht vullneti është pozitiv. Unë mendoj që po, kjo është një dëshirë të gjithë shqiptarëve, duke shpresuar edhe në ndihmën e partnerëve tanë ndërkombëtar. Okej, pa vullnet natyrë asgjë nuk mund ndodh. Faleminderit. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër, Bashkim Kombëtar, mendoni se do të ndodh? Përshëndetje. Urdhëroni. Përshëndetje zotëri. Po, zonjë, mendimin juaj. E para them po. Në mënyrë dëshirore apo e quani të mundshme? Jo, e mundshme. Po, dëshironi ta komentoni sa më shpejt, po, urdhëro. Desha pak. Shiko, kjo e abetares njërë ka një domethënie. Sepse jemi tamam shqiptar, një kom, një qëndrim. Por Europa i ka një borxh tarit. Çfarë borxhi na ka Europa? Sepse në 13-ën është bërë kufit janë ndërtuar jashtëzakonisht keq. Po ne që nuk ishim faktor, nuk kemi faj fare që nuk ishim të zotët të merrim vesh me njëri tjetrin, nuk ishim të zotët të çonim dhe ne delegacion si kombet e tjera në konferencën e Londrës, por dhe përpara dhe pas. Zoti Artur, kjo është e keqja që neve kemi qenë. Pra, borxhi është shumë dimensional, pra mos ja vëm fajin kur e kemi probleme mes vetit, ja vëm fajin vetëm tjerë. Zoti Artur, të lutem pak diçka mund të them. Sepse të cilën jemi ne shqiptarë, ne ham kokën e njëri tjetrit. Ja konkretisht kështu e politikanët. Po mirë, pra kur ne nuk merremi vesh, si mund të bashkohemi ne? Po tash, shiko, populli është këtu, primari është populli. Politikanët kanë punë e tyre, më them se ju thoni që politikanët nuk merren vesh, populli merret vesh. Populli është shumë okej. Por ama e them dhe me bindje. Një djalë tha çfarë që un kam në nënçame. Po pse e ka në nënçame ai djalë? Edhe neve mos kërkojmë tokat populli shqiptar që është Qamëria Shqipëri? Po, Qamëria nuk ka të bëjmë me, të paktën për sa e njoh unë, nuk e njoh pak. Nuk ka të bëjmë me ndryshime kufish. Ka të bëjmë me të drejtë, ju dëshironi të riktheheni, të keni ju jeni çame. Të keni shtetësinë greke dhe shtetësinë shqiptare, të keni drejtën e pronave, të drejtën e gjuhës, po nuk ka të bëjmë me. Okej, faleminderit zonjë që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër, Bashkim Kombëtar, si mendoni? Mundet të ndodh? Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhëro. E shoh pamundshme Artur, tash për tash. Por duke pas parasysh abetaren, varet se sa do ta ketë udhëtimin abetarit deri në Kosovë apo do udhtojë edhe më tepër Kosovës. Po, parimisht do shkojnë në Preshev. Zëvendës ministri i arsimit për diasporën, zoti Tane ka qenë 2 ditë përpara në studio, do shkojnë në gjitha territoret ku mësohet shqip. Po, duhet kemi parasysh Artur se kemi 5 milion ashtu shqiptarë në Turqi. E ata nuk diun të kenë shkolla shqipe. Kemi 2-3 milion arbanitës në Greqi. Kemi kalabrez në Itali. Kjo është shifër e egzageruar. Pra në asë do të udhtojë abetarja gjitha ne. Po, ata në Kalabri e mësojnë shqipe, mund t'i marrin, se ja u ofron shteti italian atyre këtë të drejtë. Se turqit mos ta mësojnë shqipen. Kanë edhe orë transmetimi televiziv të paracaktuar nga ligji për ta patur në shqip. Se shqiptar Turqi mos ta mësojnë shqipen. Unë do dëshiroja që ta mësonin. E pra, edhe ata në Greqi. Po. Ata kanë filluar të mësojnë. Faleminderit që ishit në studio. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Bashkim Kombëtar, mundet të ndodh kjo midis shqiptarëve? Kjo është pyetja dhe përgjigje e qytetarit. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhëroni. Po, zoti Artur. Po. Për Bashkim Kombëtar nuk diskutohet se do të kemi. Ma argumentoni ju lutem. Po, shikon, jesë pas gjyshi ka pas thënë që do vi koha përsëri që të ngrihet flamurit që në Kosovë dhe në Qamëri. Okej. Shpresoj që gjyshi jo ta ketë patur të drejtë. Se në fakt flamuri është ngritur, nuk është problem ngrihet flamuri. Në Tetov, në Kosovë, kosovarët kanë flamurin e tyre, po edhe flamuri kombëtar valvitet kudo. Patjetër që të valvitet do të valvitet. Në Preshev nuk e di nëse në komunat shqiptare e kanë të drejtë, nuk mund të garantoj. Të vendosin flamur shqiptar, kanë përshtypjen që jo.
Edhe ajo do bëhet së shpejti. Po. Okej, faleminderit që ishit në studio. Ju i referuat asaj që ka thënë gjyshi juaj. Po deri tash, gjyshi juaj, djali, babai juaj, edhe ju nuk e keni gëzuar. Shpresojmë që fëmijët tuaj ta gëzojnë. Presim opinionin tjetër, lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Mirëmbrëma Dori. Urdhëro. Suksese gotës në shkollë. Faleminderit shumë, urdhëro. Unë do e ndryshoj çik pyetjen. Kur do bëhet bashkimi kombëtar? Jo do bëhet, ajo nuk diskutohet si do bëhet. Po, ju kur mendoni do bëhet? Edhe mrena me gjithë çamëri, zotni, me Iliriat, do jenë Shtetet Bashkuara Shqiptare me vullnetin e Washingtonit e Ankaras. E thot sultani i ri Tayyip Erdogan, shqiptarët kanë drejt formojnë shtetin e tyre. Natë të mirë turi. Natën e mirë, sigurisht. Ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë, secili ka të drejtën të ketë mendimin e tij të lirë. Ne presim opinionin tjetër, lutja në mënyrë të veçantë shkon për përfaqësues të pakicave etnike dhe gjuhësore në Shqipëri. Përshëndetje. Urdhëro. Po, mendimi juaj zotëri. Mendimi jam është që do të bashkohemi dhe 30% jemi bashkuar. Që do të arsye e kudo që në shpon Shqip, do të bashkohen shqiptarët, ta duan shumë një tjetrin, ta duan trupet. Mund të bëj një pyetje unë ju. Më lejoni, në rast se më lejoni, në rast se jo nuk e bëj. Po, a jemi plotësisht të bashkuar ne brenda Shqipërisë dhe në Kosovë, shqiptarët Maqedoni, shqiptarët në teritoret të shtetit sërb, po territore shqiptare, se shumica janë shqiptare, edhe më gjerë ku të dëshironi. A kemi ne një unitet i cili duhet ishte baza për realizimin e një projekti kaq të madh? Unë them që ne jemi të bashkuar 30% sot, sa atna, me rastin e ramjes komunizmit. Po, se pozitua e drejta e lëvizjes lirë, pa dushim. E shkëmbimit ideve, madrave. Po, me kartët identiteti shkon në Kosovë, shkon në qytetat e Maqedonisë dhe të Malizzi. Dhe juroj bashkim sa më të shpejt. Okej. Ju falenderoj që sollët dëshirën tuaj, mendimin tuaj, ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër. Lus çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Alo. Urdhëro. A do të kemi bashkim kombëtar? Po. Do të kemi, po kur do ta kemi bashkimin kombëtar? Kur mendoni ju të ta kemi? Ta marrim nga ku e ka zanafillin sotimi i trojeve shqiptare, në 13. Po. Ju thatë pak më para që nuk dërguam delegacion. Nuk patëm mundësinë, autoeficiencën që t'ishim prezent atje. Ku shkoj në mënyrë individuale, këtu ishim të ndarë me qeveritë ndryshme, sot me partitë ndryshme, po njëri e mban kokën këtej, tjetri e mban andi. Po, kuptova. Unë mendoj, ky është mendimi im, sepse nuk patëm mundësi të dërgojnë delegacion, sepse nuk patëm ushtri, që i vetmi shtet që nuk ishte ushtri të përfaqësohesh. Kështu që do të ketë bashkim kombëtar të trojeve shqiptare, po kur të ketë një ushtri të përbashkët, hapi parë pa u bashku nuk bëhet ushtria, duhet bashkuar vullneti politik, pastaj konvertohet në vullnetet juridike, ushtarake. Me rrugë kështu nën diplomatike bëhet bashkim. Bëhet një ushtri shqiptare. Po. Atëherë do të kemi bashkim kombëtar. Unë ju falenderoj që ju sollët mendimin tuaj të lirë. Ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë, lexohemi në mënyrën më transparente të mundshme. Ndaj, ju ftojmë të komentoni vullnetet tuaja qytetare. Përshëndetje. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma zonjë. Mendimi juaj do të ketë bashkim kombëtar apo jo? Dëshira është shumë e madhe, po unë do të thosha një gjë. Po. Europa e di që shqiptarët duan të bashkohen? Jo, nuk e dim ne akoma, ndaj pyesim, pastaj sigurisht duhet pyetur do të ishte dakord apo jo Europa për një gjë të tillë. Atëherë të bëjnë një referendum. Po. Sepse Europa ka në Bashkimin Evropian Greqinë që po kërkon borja e pirin, që nuk flasin shqip. E jo ne gjithë flasin shqip. Edhe jo vetëm, të gjitha rajonet ballkanike kanë projekte të fjetura të shteteve tyre më të mëdha se sa janë kufit sot. Ne që flasim shqip mos jemi bashkë. Do bashkohemi në Europë. Ne të bashkohemi një herë kështu, pastaj kur demi në Europë. Pra ju si mendoni zonjë, do të kemi bashkim kombëtar ne? Nuk e di, nuk jam shumë optimiste, po dëshirën e kam. Unë ju falenderoj, ne nuk pyesim në mënyrën dëshirore, ishim të sigurt që nuk do të kishte vlerë të shtrojë pyetja ashtu, sepse në mënyrën dëshirore, virtualisht, ne mund të ishim. Pastaj mund të kuptonim nëse do të funksiononte ose jo një gjë e tillë. Ndaj kemi përfaqësuesit tanë që janë më të formuar, që kanë njohuri më shumë, që
komunikojnë në mënyrë diplomatike, lexojnë studimet inteligjente, ndaj kemi përfaqësuesit tanë. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, urdhëroni. Urime për misionin. Po, një lloj misioni është, por për emisionin, po. Nga kryqëziteti 3 orë shqiptare. Po. Unë mendoj që do ketë bashkim. Kur mendoni se do të kjo dhe pse? Ajo që solli në ndarje ishin superfuqitë e mbaja, kuptohet Anglia. Dhe shpresojmë që do ketë. Ju mendoni se Anglia tash do mendoj për bashkimin, se në fakt Kosovën Amerika dhe Anglia e çliroi nëpërmjet NATO-s. Po patjetër, dihet që edhe Tony Blair do thonë ishte dhe në Kosovë, po gjithashtu edhe në Shqipëri. Pa ka pas një afërmitet Anglia më shumë. Po, së bashku me ish presidentin amerikan zotin Bill Clinton. Okej, ju falenderoj zotëri që sollët mendimin tuaj. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Lus çdo njërin prej jush të vinë në studio të sjellë mendimin e tij të lirë. Do të kemi bashkim kombëtar, sigurisht, duke referuar realiteteve të brendshme politike, por dhe qytetare, dhe sociopolitike dhe sociokulturore. Përshëndetje. Urdhëroni. Më vjen keq që nuk komunikuan, shpresojmë që ju do rriten toni. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt, duke referuar sot shqiptarët kanë zyrtarisht abetaret e tyre të përbashkëta. Do të kenë edhe tekstet, edhe programet arsimore, siç është paralajmëruar. A do të kemi një bashkim kombëtar duke referuar realitetet? Përshëndetje. Kjera luat, po do ketë bashkim kombëtar. Mund të argumentoni pse mendoni kështu? Kosova është hapi parë, edhe të shpejt do më thënë emigrantët që janë jashtë, për shembull në Greqi, ata janë 1 milion vete, ndoshta më vonë ata do jenë një faktor, edhe në Maqedoni, bashkimi normal që do sjellë fuqi edhe gjithë politika do ndikojë sa më shumë për të ketë një bashki, se bashkimi do sjellë fuqi dhe zhvillim në të qytetare. Okej. E Shqipëria dhe Po, ju falenderoj zotëri që sollët mendimin tuaj. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Lut çdo njërin prej jush të vinë në transmetim. Lutja në mënyrë të veçantë për përfaqësues pakicave etnike kulturore. Përshëndetje. Përshëndetje Turo. Urdhëro. Do të kemi patjetër bashkim kombëtar. Dhe këtë bazohet në 2 faktorë. Po. Situatën e brendshme dhe ato gjeopolitike, sa në rajon edhe më gjerë. Po, më interpretoni situatën e brendshme. Situata e brendshme pothuajse është realizuar 90% për sa i përket aspektit të lidhjes fizike. Rruga e kombit, rruga e Arbi që pritet të mbarojë për 2 vjet. Dhe ngelet shumë pak te kjo pakicë fus ndoshta integrimin më të madh kulturor gjuhësor. Po fokusohet pak më shumë. Më lejoni t'ju bëj një pyetje? Po. Nga pikpamja politike, jemi ne të aftë ta realizojmë gjë të tillë? Jemi shumë të aftë. Domethënë që të ndërtojmë politika të përbashkëta të zhvillimit, që të merremi vesh se si do ndërtojmë qeverisjen. Ju e dini që ndërtimi i qeverisjes brenda territoreve tona është problematik, është normale në një demokraci. Megjithatë, ne e kemi disi më problematik marrjen vesh njëri me tjetrin. Turo, do ta them jemi të vranë bashkë, edhe do të kujtoj një shprehje të gjeneраlit Meshaja Lezi Sufit. Për lajmëruan Lezi Sufin që Kosova është ndarë Shqipërisë në vendimin e 13-s, sa u çuan këmbë dhe sa a mund të jetojë një trup pa kokë. Dhe fakti që jemi të tillë sot kaq të dizintegruar si në Shqipëri si në Kosovë do të thotë që e kemi nga ndarja. Momenti që bashkohemi kjo edhe unë besoj këtë teori se është teori sipas meje e racionale, por duhet të menaxhosh, duhet të jesh politik bërës eficient që ta realizosh një projekt të tillë, edhe ky do shkojë ndesh me interesa rajonale, por ti duhet të bësh politik bërje që të bindësh vullnete të mëdha që një gjë e tillë është në favor të stabilitetit. Se po vazhdoj mosmarrveshja pastaj dhe në nivel sigurisht që do shqetësohen të tjerë. Po nëse më lejon, po patjetër që të lejoj. Po dalte fusha ndërkombëtare. Tash do t'i bie pak me fjalë të mëdha. Po, ju lutem sa më shpejt, pa kërkuar leje. Jemi në një epokë të re, po e shikojmë se si po zhvillohen situatat. Në Ballkan deri në 90-ën ka dominuar aleanca slavo-ortodokse. Nën bekimin e Moskës dhe me 2 polet, Asin Beograd.
Ka pasur dhe bekimin jo vetëm të Moskës, por krejt arsye të pranueshme. Tjetër, ndarja e tortës, ndarja e botës në 2 pjesë. Tashmë ka rënë perdja lindore dhe nuk po them që ka rënë Athina dhe Beogradi, po ky poli është shtuar dhe poli i Tiranës. Poli i Tiranës është shumë i dobët. Ju mendoni që Londra për shkak të rënies së rolit të Athinës që e ka pasur aleat, ju e dini, që Churchilli vetëm Greqinë donte. Matej nuk ishte i interesuar. Do ta zëvendësoj me rolin e Tiranës. Po ne e dim që struktura më solide gjeometrike është trekëndshi. Kështu që duhet poli i tretë. Dhe ky poli i tretë shpresojmë që t'jemi ne, po. Ju falenderoj që të kemi sa më shumë mendime, sigurisht ne mund t'i zgjasim bashkë bisedimet me telefonues të përveçëm, ndërkohë vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër, lu çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Urdhëroni. Alo. Po, mendimi juaj. Po, urdhëro. Tori, unë jam në emision. Po, faleminderit. Mendimi juaj, do të ketë bashkë. E di kur të bashkohet Kosova me Vlonën? Po. Kërgjëret e Vlora. Hajtë mirë pash. Nuk ju kuptova. Ju jeni që nuk do ketë bashkim. Alo. Po, nuk ju kuptova. E njëherë. Po, edhe njëherë. Kur të bashkohet Kosova me Vlonën. Me Vlorën. Po, Vlora. Ju mendoni se nuk do ndodha. Atëherë. A do ndodha apo jo është? Ma e me si që thalapi, a të kërë ushtiri për bashkët e ka alë ushtiri më babë. Faleminderit, mundohemi të lexojmë edhe sarkazmën e përdorur, deri diku emisioni është televiziv, sigurisht ka edhe element statistikor relativ. Flasim për parametra relativ. Presim gjithsecilin prej jush, lutja shkon në mënyrë të veçantë për pakicat kombëtare. Përshëndetje, etnike, më saktë. Urdhëroni. Përshëndetje zoti Argjer. Po, mendimi juaj. Shqipënia do bashkohet absolutisht bashkim kombëtar. Brenda 2020-s. Brenda 2020-s, se po jap sa kështu, po e kam se nga keni gjemë lajmin për ditë. Maqedonia shpërbon brenda 2 vjetëve. Bashkimi kombëtar është brenda 2020-s. Ja, këtu do jena. Ma e men këtë deklarat timen. Okej, po e ma e men është regjistruar, mund t'i referohemi. Faleminderit që ishte në studio. Ne vazhdojmë të lexojmë perceptimet qytetare, origjinale, që vinë drejt për drejti në vëmendjen e publikut, në mënyrë popullore, por që demonstrojnë në një farë mënyre, pse jo, një analistë të caktuar. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, urdhëro. Unë gjykoj se sa me konsoliduar tjetë demokracia në Shqipëri, po, pa dyshim. Pranimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, njohja e Kosovës nga vendjet ndërkombëtare dhe institucionet më të rëndësishme, ndërkombëtare, do të bëjë të mundur bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Pra ju mendoni se do të ndodhë? Po, faktorët ju falenderoj që ishit në studio, ju uroj gjë të mirë. Ju referuat elementit bazë, demokraci funksionale. Në rast se ajo do të ndodhë në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, pa dyshim gjërat mund të shkojnë në mënyrë organike drejt këtij projekti. Përshëndetje. Po, urdhëro zotri. Ju dëgjoj. Po, urdhëro. Zoti Artur? Po. Publiku po ju dëgjoj. Bashkimi kombëtar është i punuar zoti Artur, do të bëhet sa më shpejt. Sepse shqiptarët kanë të drejtë që jo pyetja nuk është a duhet bëhet, pyetja është a do të kemi, sepse për ta realizuar një gjë mirë, duhet ta menaxhosh mirë, duhet ta organizosh mirë. Do bëhet patjetër sepse kjo është bërë padrejtisht nga fuqitë të mëdha. Edhe ne duhet të bashkohemi të bëjmë një referendum Po. Po një referendum kombëtar se kjo është një drejtë. Një referendum duhet ndodhë brenda sistemeve administrative o politike që janë të ndara tashmë. Megjithatë, jo, në Evropë nuk shkohet cop-cop. Duhet bashkohemi gjithë, ku i thon bukës bukë dhe ujë. Po një varianti që sugjeron Europa është në integrimin evropian, familjen e madhe të ndarë po të bashkuar. Kjo është një drejtë, se fuqitë e mëdha pavarësisht se ne kemi përshtaje. Unë ju falenderoj që ishit në studio dhe ju uroj çdo të mirë. Lexuam vullnetin tuaj qytetar. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër. Lut çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, urdhëroni. Bashkimi duhet bëhet, po kush duhet ta fillojë? Sepse ka një kontradikt, qeveria është kundra bashkimit.
Jo, sot zoti Berisha foli për bashkim më të zgjeruar të. Shiko, në Kosovë dhe Shqipëri një gjuhë flasim, nuk ka nevojë që të bëhet kjo lloj simbolike për gjuhën. Gjuha dihet që flasim, nuk mund s'ka nevojë ta thot as Berisha, as unë as ti. Ajo një gjë që dihet. Po, para një viti për shembull në tekstet në abetaret që u shpërndan në Preshev, u hoqën shenjat dhe simbolikat kombëtare, ndërsa sot flitet për tekstet njësuara. Dëgjoj, duam ne gjuha tek një vjen, po. Dhe kjo lloj simbolike është për ta penguar bashkimin, mendoj unë. Prandaj, që të bashkohemi ne të një qeveri pro bashkimit, sepse kemi qeveri kundra bashkimit ne. Okej, pyetja është nuk është për ta lexuar në mënyrë partijake, është a do të kemi, ju lexojeni po në mënyrë racionale. Po racionale publikisht është thonë disa herë kundra ndryshimit kufive, kundra bashkimit. Pyetja është po apo jo përgjigja. Nuk e bën bashkimin dot këto dy partitë që përçojnë Shqipërinë, nuk e bëjnë dot bashkimin. Dakor. Unë ju falenderoj që ju ishit në studio dhe sollët mendimin tuaj të lirë. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër. Lut çdo njërin prej jush të vinë në transmetim të sjell mendimin e tij të lirë. Do të kemi apo jo bashkim kombëtar? A jemi të aftë ne të bëjmë një bashkim kombëtar? Përshëndetje. Po, përshëndetje. Urdhëro. Unë jam pro bashkimit kombëtar. Po, pyetja nuk është jeni pro apo kundër. Pyetja është a do të kemi, domethënë a kemi ne kompetencën, mundësinë për të realizuar një gjë të tillë? Mundësia sot nuk është për të bashkuar Shqipëri Kosovë për arsye se qeveria sot me si Shqipërisë e Kosovës kanë një problem sepse po vdek një të shqiptarëve nuk do të bashkohen. Edhe një herë se nuk e kuptova këtë të fundit? Po vdek një të shqiptarëve me këtë politikë qeveritare se nuk do bashkohet Shqipëri Kosovë. Për arsye se një politikë anti-shqiptare si Kosovë, si në Macedoni. Duke verifikuar. Unë ju falenderoj që ju sollët mendimin tuaj të lirë. Ju uroj çdo të mirë. Sigurisht ka mosmarrveshje në klasën politike. Po mos marrja vesh ndodh edhe midis qytetarëve. Presim opinionin tjetër. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, mendimi juaj zotëri. Jo, një vend i mirë lakmor në tjetër. Dhe Shqipëria është vend i mirë. Po. Dhe me që dhe këtë vend i mirë, ne kemi ngesur në shekuj, them se do ja dalim zot. Pra ju mendoni se do të ndodh. Faleminderit. Faleminderit juve. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Kemi konsumuar vetëm gjysmën e hapësirës mediatike. Ju ftoj të gjithëve në mënyrë të veçantë përfaqësuesve ose susëve të komuniteteve etnike në Pakicë. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, urdhëroni. Unë kam një mendim që sa të fuqizohet dhe pak greku që ti paguaj komplet i minoritarëve 300 ershin, se më po marrin pension, po jo të gjithë 100%. Duke se e ka heq për shkak krizës. Jo, ka akoma që po marrin, dhe tani po bëjnë dokumentat dhe po futën prap të tjerë, me sa di unë. Ne do i marrim ato malet e Kosovës, po do lem komplet pjesën jugore, se është vojrë e pirë. Atëre do bashkohemi neve. Okej, unë ju falenderoj që ju sollët mendimin tuaj. Sigurisht rasti i Ballkanit është mjaft kompleks, është mjaft i trazuar, po ne pyesim për bashkimin kombëtar. Ju bët një analizë në mënyrën tuaj. Ju uroj çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Lut çdo njërin prej jush të vinë në studio. Lutja shkon në mënyrë të veçantë për përfaqësuesit, jo, edhe përfaqësuesit e çamërisë, përveç atyre grek, malitzi, maqedonas e tjerë. Përshëndetje. Alo. Po, urdhëroni. Në kushtet tona, jo me këtë qeveri, po me shtetin tonë, ne nuk mund të bashkohemi se jemi në dorë të ndërkombëtarëve. Europa nuk e don bashkimin. Amerika e don bashkimin, po ne nuk kemi as ushtri, ne as ekonomi, ne na ka ndorë Pentagoni, FMN-ja, Banka Botërore dhe CIA. Atë kush dhe si mund bashkohemi ne, pra duhet... Jo, e dëgjuat një telefonues më përpara që tha interesat e të mëdhenjve mund ta kërkojnë një gjë të tillë. Vetëm një luftë mund ta bashkoj popullin shqiptar. Okej. Ju falenderoj që sollët mendimin tuaj të lirë. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër, duke lutur secilin prej jush të vinë në studio të sjell mendimin e tij ashtu siç e ka. A do të kemi bashkim kombëtar? A jemi të aftë ne të realizojmë një projekt kaq të madh, kaq të rëndësishëm,
që pse jo, ka qenë ëndër historike e shqiptarëve. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, urdhëroni. Alo, urdhëroni. Alo. Po, mendimi juaj, zotëri. Mendimi im është dëshira është e madhe, edhe kina dëshirë të madhe që të gjithë kufit tonë, qënë kufi shqiptarë, të kina përbashket. Pra, pyetja është jo dëshira ju, a kemi ne mundësi ta bëjmë? Por kjo është një diçka që nuk mbaret ki me ke punë. Kjo së mbaret as ke shteti jonë, as ke Kosova, kjo do të kohë kjo punë, do kohë. Pra, duke i marrë të gjithë të parametrat e mundshëm, varet nga ne, varet nga vullneti rajonal, varet nga vullneti global, ju si mendoni, do të kemi apo jo një bashkim kombëtar? Tjetër do vjeri ditë që do bëhet kjo punë. Do vi i ditë që do bëhet kjo punë. Ju falenderoj që sollët mendimin tuaj, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Jo rastësisht u zgjodh Prizreni sot për të demonstruar abetaren e përbashkët. Jo rastësisht ishin sot 2 kryeministra në vendin ku është realizuar lidhja e Prizrenit. Tentativa e parë e unifikimit kombëtar të shqiptarëve. Përshëndetje. Alo? Po, urdhëroni. Mirë dita. Mirë dita, urdhëro, mendimi juaj. Më faqe, Mirë broma, nuk ka rëndësi. Shiko, çdo gjë do kore vetë. Po, pa dyshim. Edhe molla që të piqet duhet kaloj kohë të Po, një beatë të tërë, kështu që është shumë pozitive. Rruga e kombit që është bërë, është një arterje shumë e rëndësishme për lidhjen e rasparë, se nëse s'do kesh rrugë nuk mund të shkosh atje ke ateu jot. Qa rruga ka qenë ajo e Kukësit e tmerrshme. Po sigurisht edhe nga Maqedonia për shkon Kosovë. Edhe kështu që veprimet e para janë bërë, çdo gjë si tham do kore vetë. Baba im ka qenë veteran. Po. Sot nuk jeton më deri. Respekt për gjithë ata veteranë të luftës, të cilët kanë nderur gjakun e tyre sakrificës. Në fakt shkuan të lirojnë dhe Kosovën. Sigurisht shkuan në 45, domethënë për shkuar. Pastaj mbrapsht, pastaj quan ca ushtar kosovar u vran rrugës. Tani shiko, ato tjetë pasaj politika, domethënë çdo gjë ka ndodhur në bazë të asaj kohe, konjunkturat e asaj kohe, por domethënë ju mendoni se ka ndryshuar ato konjunktura? Shiko, jo ato ka ndryshuar sepse jo çdo gjë bota është në zhvillim, është në lëvizje. Asgjë nuk kthehet mbrapa, çdo gjë. Jo, thonë që historia përsëritet. Historia ka zhvillime cikle, është interpretim idealist ky. Jo materialist i marksizmit që. Jo, shiko, nuk përsëritet, por shiko, nuk përsëritet në ato se thosh raporte të forta sa ka qenë atëherë. Okej. Do të thonë tash jemi drejt. Unë falenderoj zotëri që ju sollët mendimin tuaj të lirë në studio dhe mendoni që ne do të kemi me kohën e caktuar, në momentin e caktuar një bashkim kombëtar. Përshëndetje. Urdhëroni. Po jeni në studio, urdhëroni. Shqipëria do të bashkohet se s'bën. Po, më thoni pse dhe si? Pse e di Zoti, këtë do ta bashkoj Zoti, po uroj që shqiptarët të jenë të mençur dhe të pasurohen. Këto janë dy. A do jenë shqiptarët, pyetja sot është, a do jenë shqiptarët aq të mençur sa ta bëjnë një gjë? Po, do të bëhen. Dhe kjo është dëshirë dhe vullneti i Zotit që nuk ka kthim prap. Kjo është gjë natyrore që do të bëhet se s'bën. Qofshin nderuar, uroj gjithë shqiptarëve të mira dhe të jenë ashtu si tham lart. Okej, ju falenderoj që sollët mendimin tuaj në mënyrë transparente. Ju uroj çdo të mirë. Ne presim opinionin tjetër, lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Urdhëroni. Përshëndetje. Po, mendimi juaj zotëri. Po, bashkimi do të bëhet se s'bën. Po, si do ndodh thoni ju? Edhe pse s'ka ndodhur deri tash në një farë mënyre. Nuk i intereson Evropës 2 vota shqiptare. Po, do një vote, do Kosovën me Shqipërinë thoni ju. Do një Shqipëri të përbashkët, do një votë shqiptare. Pra ju mendoni që do të ndodh edhe për shkak të vullnetit europian që do të dëshiroj një Shqipëri unike. Po. Patjetër. Ju falenderoj zotëri që sollët mendimin tuaj, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër, duke kujtuar që Europa nuk ka kërkuar ndryshim kufish. Ka paracaktuar përgjithsisht, megjithatë asnjë ligj nuk është absolut, asnjë pozicion nuk është aq soiksa dhe nuk ndron. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, urdhëro zotëri. Mendoj se bashkimi po ecën mirë në drejtim të veriut, po kam përshtypjen se në jugu po lihet pak sapatore. Uroj që të vazhdojë të këtej që kemi vërtet një bashkim kombëtar. Po ju mendoni se do të ndodh bashkimi kombëtar? Nëse do të vazhdojë në drejtim të jugut, pse po.
Faleminderit që sollët mendimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt, duke kujtuar që projektet bashkimesh kanë të gjitha vendet fqinje në format e tyre, përveç Maqedonisë, e cila në rastin e Maqedonisë kemi një shtet të ndërtuar pas luftës së dytë botërore me projektin e madh Jugoslav, edhe një nga arsyet ka qenë edhe ekuilibri brenda ish Federatës Jugoslave, duke kufizuar dhe shqiptarët, i vetmi entitet që nuk mori statusin e Republikës. Dhe sigurisht kjo ka një domethënie. Ne jemi në transmetim të drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar me pyetje: a mendoni se do të kemi bashkim kombëtar? A mendoni se ne do jemi aq të aftë sa të kemi një bashkim kombëtar? A mendoni se ne do të krijojmë ekuilibra politik brenda republikave dhe kufive që kemi, por të bashkuar dhe bindur të tjerët për një projekt të tillë? Jemi në transmetim të drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Lut çdo njërin prej jush, lutja shkon në mënyrë të veçantë për përfaqësues të pakicave etnike në Shqipëri, të cilat nuk mungojnë. Kemi zyrtarisht 3 apo 5% grek, kemi nuk e di 1% Maqedonas, kemi 1% të Malitzi, kemi 1% të egjiptianëve, të romëve. Përshëndetje. Po, urdhëroni. Artur. Po, mendimi juaj, zotëri. Mendimi është qa më rinë grekët e dogjën e të buon, do desha të gjithë në kujtes një rast që qamët janë nak marrë ndaj një greku. Një rast. Po, nuk ka patë. Mund të ndodhur kështu në e pa një orë, po një rast. Po, nuk ka patë hakmarrje. Dhe i bje që ne jemi më superior se këta të tjerët, që në kanë bërë tërë të masakrë dhe nuk është marrë, nuk e në të gjuar për serbë të masakruar nga kosovarët në Shqipëri, që e dim që kanë bërë serbët. Tani do duhet që nivelli këtyre të vinë nivelli njerëzor që të bashkohemi. Me dhunë edhe Turqia në një 500 vjetë u largua, Gjermanët e historia si që dirët. Dhe ma amën në një moment saktuar, kur zinë ta nivellin tonë, se për nga që në të favorizuar, mund të parazohemi, dhe se cilit dhe i vëndti, ne që duhe me njëri tjetër, ne të bashkohemi me njëri tjetërin. Pra, projekti i bashkimit në bashkimin europian është, pranohet nga gjithë, por problemi është se unë solla që fillim të emisionit, ka një parti në Kosovë që kërkon bashkimin zyrtarisht të Kosovës me Shqipërinë. Është lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit. Ka një parti lista natyrale në Shqipëri, është edhe lëvizja legalitetit në Shqipëri, ka dhe partia e ballit kombëtar në Shqipëri, të cilat janë parti modeste, me i përqindje të konsiderueshme, po duhet respektuar për atë që kanë, që e kërkojnë këtë gjë, por shumica e shqiptarëve, partitë e mëdha, nuk e kërkojnë një gjë të tillë. Është punë politike, po në momentin që njerëzit bashkohen në një opinion të përbashkët, në një ndjenjë të përbashkët, krijohen kushtet dhe nuk kanë këto partitë vënë ikin me sa dim. Pra ju mendoni se do të ketë një bashkim? Do krijohet fryma dhe si në Greqi, nga 20%, nga 10%, dhe që komanduan kanë 50 vjetë, si nga diktatura. Po e qojnë në gremin si asë njerë tjetër demokracinë e parë. Apo jo? Faleminderit juve. Ju uroj çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Lut çdo njërin për jush. E kemi shtruar në mënyrë të arsyeshme. Jo nëse ju jeni pro apo kundra, sepse jemi të ndërgjegjur një pjesa më e madhe juaja. Besoj që edhe përfaqësues të pakicave kombëtare do të ishin dakord për një bashkim. Por pyetja është jo në mënyrën dëshirore virtuale, pyetja është korekte dhe konkrete. A kemi mundësinë ta bëjmë një projekt të tillë? Kjo është pyetja. Gjithsecili nga ju, pa dallim feje, krejine, ideje dhe partie politike, mund të vinë në studio, kam përshtypjen se linja është e lirë dhe të sjellë mendimin e tij ashtu siç e ka. Përshëndetje. Mirëmbrëma zotëri Artur. Mirëmbrëma, urdhëroni. Po mendoj që Shqipëria patjetër që do bashkohet. Do të thënë kombi do të bëhet një, për arsye sepse Shqipëria është si puna e saj trupe që është pa gjymtyr. Kështu që nuk ka si funksionojë. Vetë kur bashkohet gjithë kombi, atëherë do funksionojë normal. Po, parimisht në rast se do të bashkohet do të kishte funksionuar më mirë, por deri tash nuk ka ndodhur dhe ka arsyet e saj praktike. Pra ju mendoni se do të ndodhë? Patjetër ne do të merremi vesh edhe do të bindim edhe faktorin ndërkombëtar që ky projekt është në të mirë të stabilitetit të Ballkanit, që disa e kanë cilësuar fuqi baroti, dhe do të sjellë stabilitet dhe për vendet fqinje dhe sigurisht në familjen europiane. Unë nuk e di se kuptoj që ajo gërma bëm fal. Po. Zotëri Artur.
Atëherë gërma bë ka shumë, domethënë është 34% që mendojnë që jo. Dhe se kuptoj do pse ne shqiptarët nuk e kemi atë mendim. Do është një pjesë dërmuese ta sqaroj unë, nëse ju nuk e kuptoni, t'ja u sqaroj unë. Më lejoni? Po patjetër. Po, se pyetja nuk është shtruar nëse dëshirojmë apo jo. Pyetja është shtruar nëse mundemi ta bëjmë ose jo. Edhe nuk është e kollajt, për të thënë të vërtetën. Ju e dini për shembull, i dini zhvillimet politike në rajon, në territore shqiptare, për shembull problematika të mëdha që kanë shqiptarët në Maqedoni, që më kollaj merren vesh me maqedonasit kur qeverisin, se me partitë politike shqiptare që janë opozitë. Probleme ka në Kosovë dhe nuk janë pak. Probleme kemi ne në Shqipëri, deri ke 20 janari arritën. Nuk po merremi vesh për të arritur një marrëveshje për reformën zgjedhore, që të marrim statusin kandidat. Të zgjedhim një president, pa e quar vendin, kam përshtypjen po lexoj vullnete politike për ta quar vendin zgjedhjet parakoshme, që të mos të realizohet. Këto janë gjëra që duhet kalohen për të arritur aty, ku thatë ju. Ndaj janë përgjigjur 34.3% që jo, nuk do të mundet. E kanë dëshiruar dhe ata po. E gjykojnë që nuk do mundemi. Unë do të referohem diçka atij analistit Koçodanës. Po, vetëm Koçodana nuk e votojnë, deri tani nuk e kanë votuar. Në një moment është shprehur tha që shqiptarëve ju ka dalë gjumë me vonesa, po mos harroj botat se edhe për të flet gjumë do flet me vonesa. Kështu që se di, po nuk e kanë lexuar aq optimist zotin Koçodana pas zhvillimeve të fundit rajonale, zgjedhjet, votave që u dhanë lëvizjes dhe vendosje në testin që u bë së fundi. E shoh çik të tërhequr zotin Dane. Po qartë, megjithatë edhe unë këtë bini kam domethënë që kjo punë është proces i pandashëm. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj që telefonuat. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin, e kemi shtruar në mënyrë korekte, jo dëshirore, të arsyeshme. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, urdhëroni. Vime për misionin. Po, faleminderit. Mendimi juaj zotëri. Mendimi është e qartë tek paguati i saj për popullin e Kosovës deri në vetë vendosje. E pa një opsion tjetër plus që mund të jetë është ndërkimi i politikës sërbe. Sa më gjatë që Serbia nuk e njeh Kosovën është plus për bashkëtim kombëtar. Atë detyrohet që njëkohësisht në vëmjet Shqipërisë bashkë me Kosovën si shteti i vetëm e Serbia të bashkohet bashkimit evropian. Ju mendoni se do të bashkohemi ne shqiptarët? Patjetër, plus faktor plus është vetëm Serbi në mënyrë më fanatike, më brutale që nuk e njeh porosinë e Kosovës. Jo, ndoshta presidenti, nëse ju jeni lexuesi i zhvillimeve politike rajonale, presidenti Tadić në mënyrë tangenciale e ka sugjeruar një gjë të tillë. E ka sugjeruar po do. Dhe kjo është plus për Domethënë ai do zonën e pasur të Kosovës. Po. Ta marr ai dhe pjesën tjetër t'ia japi projektit shqiptar. Kjo është nuk ka alternativë tjetër. Ka të më thënë që nuk merret me njohjen e Kosovës. Dhe kjo është plus shumë për kombin shqiptar. Okej. Ju falenderoj që ishit në studio. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt. Presim opinionin tjetër. Përshëndetje. Toro, mora për zdyti, sa për të bëjë sjarin. Partia e parë e vetme që e ka pas në program një kom, një atë dhe një shtet, është partia Rimkëmbje Kombëtare me kryetar zotëri Abdi Baletën. Në 95-ën u miratu me vendim gjykatës se ministri i drejtësisë nuk e bëni. Atëherë Berisha na ironizojte, kurse në 2005-ën boni rrugën e kombit, zoti ja shtoftë emrin, ne në rrugën e Arbit, në rrugën për Janin. Natën e mirë, Turo. Natën e mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Lut çdo njërin prej jush. Lutja shkon në mënyrë të veçantë për përfaqësues të pakicave kombëtare. Greke, maqedonase, egjiptiane, rome, përshëndetje. Urdhëroni. Imbrama, zotë Ardor. Imbrama, mendimi juaj, zotëri. Quhem Besnik Bicari. Mirë se erdhët. Ju garantoj para gjithë njerëzimit. Veni jonë i mushi 13 vjetë. Ka më thoni 1913. Po, do mushi 100 vjetë shtashi. Po, me 99 vjetë ishte traktati që është majtë kundra kombit shqiptarë. Është e pashmangshme, zdun ata që s'ladun neve. Po, a e du ma shumë njëni tjetëri nesa ta bëjmë i gjithë tillë? Kjo është pyetja. Mos u bë më rak se vetë koha po na detyron ta dum njëni tjetrin. Nuk ka ku shkoj. Unë ju edhe një herë emrin Besnik emrin, po më emrin. Besnik Picari. Picari. Faleminderit që u prezantuat. Ju uroj çdo të mirë.
Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër lus do njërin prej jush. Përshëndetje. Po, urdhëroni. Përshëndetje. Po, përshëndetje, mendimi juaj. Mendimi është që ne duhet të shirohemi nga klanet politike që e kanë zaktuar të vend. Po. Pastaj do kemi mundësinë të bashkohemi. Pra, ju mendoni se nuk kemi mundësi bashkimi ne, apo ra? Për momentin jo. Para se të shlirohemi nga klanet politike. Po si mendoni mund të shlirohemi ne nga klanet politike? Okej, në rast se dëshironi përgjigjeni. Po, është shumë e vështirë, do vullnet politik, vullnet kombëtar tëra. Do impenjimin e çdo njërit, sigurisht. Okej, ju falenderoj që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Kemi edhe 5 minuta hapësirë mediatike. Përshëndetje. Urdhëroni. Brama. Mi mbrëma, mendimi juaj, zotri. Mendimi im është që kemi qenë herë bashkuar në Sikom. Po, në sundimin otoman, po, përpara sigurisht kemi jetuar dhe me kombet e tjera në... Së dyti, po nuk ju rikëthyem konferencës Bujanit, që general Sadi Bekreshi është ndëshkuar për këtë histori, dhe jetë shumë e vështirë bashkohen të vetë kombëtare. Por, pas dore shamërim. Pastaj më mirë do ishte një urlisë me Italinë, sepse kemi dhe arbreshtë. Po, jo rastësisht sot zgjodhën lidhjen në vendin ku u realizua lidhja e Prizrenit. Ju e dini që është tentativa e parë e organizimit të unitetit kombëtar. Tentativa e parë është, por në qoftë se nuk kujtohet konferenca e Bujanit, po, edhe Bujani ka pas një dimension brenda Federatës Jugoslave. Nuk ka pas dimension brenda, po themi dimensionit kombëtar. Okej, faleminderit juve, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Lus do njërin prej jush. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Do bashkohemi patjetër se 2 vota shqiptarizmi nuk do t'i ketë në organizat kombë bashkume. Kështu që vota do na bashkojë dhe ne do bashkohemi. Po, juridikisht, siç ka thënë zoti Rustem Gjata, në rast se Kosova njihet nga organizatat kombëve bashkuara fillimisht, është e mundshme bashkimi me Shqipërinë. Sepse 2 vende bashkohemi e bashkojmë. Duhet ndodha jo përpara për të ndodhur në mënyrë më të pranueshme. Do ta bashkojë Skënderbeu i dytë i Shqipërisë, kryeministri Berisha, siç e bën rrugën e Komit dhe gjithë rrugët, do ta rrethë drejt bashkimit. Faleminderit. Faleminderit juve që sollët mendimin tuaj. Ne vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër. Lus çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Në fakt Skënderbeu është njohur dhe për bashkimin e gjithë shqiptarëve. Përshëndetje. Mirë mama, zotjator. Mbrëma, urdhëroni. Unë nuk e mendoj se mund të shkohet Shqipëria me Kosovën të kushte që jemi ne si popull. Po. Në një kohë që në katunin e ri pas Strip Shkodër, jeri 7 familje sot në 2012, po ujtëpishëm. Një kohë që kryetari komunës pas Strip, ashtë 25 vjetë kryetarë komunet, i din shumë mirë hadhe të problemet tona. Po, unë e di dhe po flitet që të mos i lejojnë kryetarët e komunave të rizgjidhen, të kenë një limit të mandatet. Po flitet në vullnete juridike dhe politike që të mos lejohen kryetarët e komunave të zgjidhen më shumë se 2 herë. 25 vjetë për ka që është kryetar komunet edhe shpeson edhe një herë të marrin kandidaturën 2013. Një kohë që din shumë mirë shumë vajza shkodrane, vajzat veriut shkojnë martohen në sër për shkak të varfërisë. Pra ashtu ne 17 familje që jemi këto, e kemi pakën ka 5-6 antarë çdo familje që jemi kundra këtij sistemit. Edhe janë atë pa shpresë që këtu në vendin tonë. Okej, ju falenderoj, këtë nuk mund ta trajtojmë. Këtu ju thatë që nuk mund bashkohemi sepse nuk merremi vesh brenda e komune. Është simbolik që pranohet. Kalojmë në opinionin tjetër. Lus çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Përshëndetje, urdhëro. Unë jam profesionin B. Që do të thotë? Nuk ka bashkim. Pse zonjë, mund të më thoni? T'i dhem faktet për natë ato. Po vinë këtë të qusë kësmush. Dakor, falenderit zonjë që telefonuat. Presim edhe një telefonues të fundit për të bërë mbylljen e emisionit sotëm. E bëm një orë me vonesë për arsye objektive. Zonjën e Lus të mbyll aparatin telefonik dhe pres telefonuesin e fundit. Linja është e lirë, në rast se do të kemi
edhe për pak sekonda një telefonues tjetër dhe sigurisht për të bërë mbyllje. Okej, nuk kemi telefonues tjetër. Të nderuar teleshikues, ju referuan faktit që tashmë shqiptarët në rajon kanë një abetare të përbashkët, të njëjtin tekst. Të gjithë fëmijët shqiptar në Shqipëri, në Kosovë, në Preshev, pse jo në Maqedoni, pse jo në Greqi, emigrantët, pse jo në Itali, emigrantët, pse jo në Kanada, emigrantët, në Amerikë, do të kenë një tekst. Po flitet zyrtarisht për njërsimin e të gjitha teksteve dhe të sistemit arsimor. Ne pyetëm sot nëse do të kemi ose jo, në mënyrë korekte dhe në mënyrë jo dëshirore, por mundësive, bashkim kombëtar. Rezulton si vijon, 61% mendon se do ta kemi. Dikush ju referua rrugës Kombi, dikush ju referua vullneteve të caktuara, ndërkohë 36.6% mendojnë se nuk do ta kemi. Duke referuar realiteteve të brendshme brenda kufive shtetëror të deri tanishëm, dhe sigurisht pa mundësive për të realizuar një gjë e tillë. Ndërkohë kemi edhe 2.4% abstenim, të cilën për shkak të formalitetit të emisionit. Nga unë Artunura mirupafshim, nesër në orarin e zakonshëm me një temë, shpresoj sociopolitike, shpresoj sociokulturore. Përshëndetje.